Në studio kemi avokatin Redi Ramaj, është një nga zërat më aktiv në debatin publik për çështjen e drejtësisë, politikës dhe shtetit të së drejtës. Me të do të flasim për reformën në drejtësi, pakun, integrimin europian, korrupsionin dhe sfidat me të cilët përballet sot Shqipëria. Redi, përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje, mirë se gjeta. Shqipëria mbylli 3 kapituj të negociatave në Bashkimin Evropian. Qeveria e cilëson këtë si një super historik. Si lexoni ju këtë zhvillim? Ishte një situatë e djeshme ku normalisht qeveria si shumë raste tjera mundohet që çdo ecje para apo çdo lëvizje para të Shqipërisë ta konsiderojë si një sukses të qeverisë. Normalisht ne duhet të ecim me negociata dhe besoj të gjithë shqiptarët janë për integrimin në Bashkimin Evropian, por të mbyllësh 3 kapituj nga 30 ca kapituj, mendoj që është vetëm fillimi i rrugës për integrim në Bashkimin Evropian. Suksesi nuk duhet merret si i plot, po duhet merret me rezervë për të pasur mundësinë që Shqipëria të arrijë të mbylli të gjitha ato kapituj që duhen, të parafrojë legjislacionin, të arrijë të ketë mundësinë që në të ardhmen të integrohet në Bashkimin Evropian si vullneti i gjithë shqiptarëve dhe besoj puna do jetë e gjatë, do kërkoj angazhim, kohë dhe në fund mendoj që Shqipëria në situatën që është sot, nuk e di me mundësitë që do kemi në të ardhmen, po sot do të kemi të vështirë ose pothuajse të pamundur që vetëm për shkak kushteve tona ne të integrohemi në Bashkimin Evropian. Kështu që nuk mund të themi fitore sot, më duket e egzageruar e shpejt kjo gjë, por mendoj që duhet të jemi me këmbë tokë dhe të përgatitemi më tepër. A i kanë dhënë Ramës dush të ftohtë për protestat në Bruksel? Mendoj që po, nga qëndrimi i komisionerës për zgjerim dje, me ato çfarë kemi parë nga media, kuptohet që thirrjet e protestës ose kërkesat e protestës, nëse mund ta themi, u reflektuan nga Bashkimi Evropian, sepse zëri i komisionerës është Bashkimi Evropian. Pra i pari ishte ligji për shfuqizimin e ligjit për investitorë strategjik, që ishte një kërkesë e protestës, që është protestuar për 40 e ca ditë, dhe shfuqizimi i ligjit për zonat e mbrojtura. Pra një nga defektet, një nga arsyet pse nisi protesta, ishte pikërisht ndërhyrja në një zonë të mbrojtur për të zhvilluar një projekt. Dhe Bashkimi Evropian e ka reflektuar mjaft mirë këtë situatë. Pra ka thënë që duhet shfuqizuar ai ligj sepse nuk vjen përputhje me direktivat e Bashkimit Evropian. Kryeministri në të kundërt pranoi që do shfuqizonte një ligj siç është ligji për investime strategjike, i cili në vetvete është shtyr disa herë dhe tashmë është një ligj i vdekur sepse ka dalë jashtë çdo afati dhe jashtë çdo normaliteti, sepse ka qenë për një periudhë caktuar kohe. Në momentin që i kërkohet shfuqizimi i ligjit për zonat e mbrojtura, aty ka refuzuar duke thënë që ky është një ligj në përputhje me standardet europiane e tjera. Gjë që është në kundërshtim me kërkesat e protestës dhe me faktin që qytetarët po protestojnë me ditë me radhë për këto problematika, përfshirë dhe keqeverisjen dhe elemente të tjerë. Pra unë mendoj që Bashkimi Evropian është një zëri me protestën dhe i ka përqafuar gjitha ato kërkesa që ka pasur protesta. Nga njëra anë, Brukseli vlerëson progresin e Shqipërisë, ndërsa nga ana tjetër vendi përballet me akuza për korrupsion, krim të organizuar dhe hetime ndaj zyrtarëve të lartë. A ka një kontradikt mes realitetit shqiptar dhe vlerësimit të Bashkimit Evropian? Unë mendoj që dhe qëndrimet e Bashkimit Evropian në tërësi kanë ardhur duke duke u përafruar në një farmase me pritshmëritë apo me ato çfarë qytetarët shqiptar shohin çdo ditë. Pra do të thotë që kuptohet që këtu kemi të bëjmë me një situatë jo normale, me një qeverisje jo normale. Një nga arsyet është dhe pra një nga pakënaqësitë dhe reflektimet është dalja e qytetarëve në shesh. Por përveç këtyre kemi parë mjaft problematika me krimin organizuar, me trafikun e lëndëve narkotike, me probleme që sjellin shqiptarët apo me situatat që duan të zhvendosin nga vende të tjera në Shqipëri, me pastrimin e parave dhe me situata të tjera problematike të korrupsionit. Pra këto
ngjarje apo këto situata të mëdha, Bashkimi Evropian i kupton dhe po vjen në një zë me realitetin shqiptar dhe me qëndrimin e shqiptarëve. Unë e shoh në këtë formë, pavarësisht se kryeministri, qeveria është përpjekur maksimalisht që të shesi një realitet tjetër të Shqipërisë. Kjo ka funksionuar deri me farpike, por sot nuk funksionon më. Pra Shqipëria është kjo që është vendi i fundit në Bashkimin Evropian për ekonomi, është vendi i fundit për korrupsion, pra e kundërta është vendi i parë me korrupsionin më të lartë dhe nuk mundet sado propagandë, sado të shesim gjëra të mira për Shqipërinë, ne nuk mund të mbulojmë këto fakte dhe rrethana. Për më tepër, kryeministri dhe qeveria në këndvështrimin tim sillet si një qeveri autoritare, sepse kërkon gjithmonë më tepër që të shtyp çdo kënd që ka një mendim ndryshe, qoftë dhe këta protestuesit që kanë dalë në shesh. A mendoni se Bashkimi Evropian po e vendos të stabilitetin politik mbi standardet e shtetit ligjor? Shiko, kjo temë është një temë e gjerë që nëse diskutojmë për pjesën e stabilitetit, Bashkimi Evropian normalisht nuk ka asnjë interes që jo vetëm Shqipëria, po asnjë shtet në Ballkan të ketë destabilizim, të ketë probleme të mëdha ose konflikte të mëdha, të cilat çojnë në destabilizim. Dhe normalisht ata janë të kujdesshëm kur flasim për qoftë për demokracinë, qoftë për stabilitetin. Por unë mendoj që të dyja shkojnë bashkë. Nuk mund të kemi një vend të drejtuar nga autoritar dhe të themi që është stabil, sepse kemi pasur raste mjaft në botë ku vende me diktaturë, edhe pse në dukeshin stabil, kanë pasur momente të tyre të shpërthimit dhe kanë pasur tranzicione dhe kriza sociale. Shqipëria nuk mund të diskutohet vetëm për çështje stabiliteti, duhet diskutohet nga Bashkimi Evropian për demokraci, për integrim, për afrim dhe mundësi që qytetari shqiptar të jetë në disa kushte të ngjashme me qytetarin evropian. Nëse flasim për këtë, atëherë kuptohet dhe stabiliteti dhe pjesa tjetër. Nëse kërkohet nga Shqipëria vetëm stabilitet, atëherë gjua e Bashkimit Evropian nuk është gjua dur e para dhe qëndrimi i tyre është qëndrimi i gabuar për vetë Bashkimin Evropian në këndvështrimin tim. Por unë mendoj që fokusi dhe thirrja që ka pasur Bashkimi Evropian, sidomos vitet e fundit, lidhet me demokratizimin e Shqipërisë, lidhet me standarde të mirëfillta të BE-s, pra qoftë në drejtësi, qoftë në qeverisje, mirëqeverisje, qoftë në situata dhe problemet që kemi pasur me korrupsionin. Pra të gjitha bashkë janë kërkesa për demokratizim dhe nuk janë kërkesa për stabilitet, mendoj unë. Okej. SPAK ka goditur disa figura të rëndësishme politike. Megjithatë shumë qytetarë pyesin apo hetojnë të gjithë njësoj apo ka ende të paprekshëm? Nëse flasim për punën e SPAK, që është një situatë që duhet të analizuar, mendoj e plot nga fillimi i punës së kësaj prokurorie ose strukture të posaçme, duhet themi që ka një lëvizje të mirë, mendoj unë, nga ana e prokurorisë posaçme në drejtim të goditjes së zyrtarëve të lartë, pra nuk jemi më në një situatë të para SPAK, jemi në një epokë tjetër që e ka krijuar prokuroria posaçme, ku njerëzit ose pushtetarët të cilët dyshohen ose janë hetuar për korrupsion janë në numër shumë të madh ose në një nivel tjetër që nuk është pritur asnjëherë më përpara. Dhe të thuash që ose të ndash, të arrish të vlerësosh punën e SPAK, besoj këta kanë bërë një pjesë e institucioneve ndërkombëtare, të cilët e mbështesin pa rezerva punën e prokurorisë posaçme. Pothuajse të gjitha ambasadat në Tiranë e kanë mbështetur punën e prokurorisë posaçme dhe kuptohet që ka disa rezultate. A është atje ku e duan qytetarët maksimalisht? Mendoj që jo, ka akoma shumë probleme. Ka probleme në organizim, sepse aq të kufizuara ka pasur gjithë kapacitetin, ka probleme në mënyrën e gjetjes krimit ose të hetimit të krimit, nëse mund ta themi, sepse disa lloj krimesh janë krime të cilat janë të shtrira në kohë ose kanë pasur problemin e hetimit dhe nuk është arritur dot që të konkretizohen dhe këto kanë ndodhur në dosje ndryshme, por ka pasur suksese. Unë mendoj që rasti i incineratorëve është sukses, rasti i
i zëvendës kryeministres Belinda Balluku, ish zëvendës kryeministres, është sukses dhe duhet përshëndet Spaku për këtë pjesë. Ato doja të pyesja, si e shihni ecurinë e dosjeve të emrave si Belinda Balluku, Arben Ahmetaj dhe Erion Veliaj. Priten zhvillime të reja? Dosja Arben Ahmetaj, me sa ka mundjeni dhe me zhvillimet që ka, është në atë pjesën e gjendjes ku nuk kemi autorin prezent, pra ai është shmangur drejtësisë, ka fituar azil në një shtet tjetër, një fakt i njohur, dhe nuk e di si do eci me zhvillimet për pjesën e dënimit të tij, pavarësisht se për të tjerët, personat e tjerë të hetuar është marrë vendime dhe kanë marrë dënimet, pothuajse një pjesë e madhe i kanë mbaruar ato dënime. Interesante do jetë çështja e zotit Veliaj dhe e zonës Balluku, sepse të dy këta personazhe pasqyrojnë element të mirëfill të këtij pushteti. Zoti Veliaj ka qenë njeriu gati i dyti më i pushtetshëm në Shqipëri, ka drejtuar Bashkinë e Tiranës për kohë gjatë dhe afera korruptive të cilën ai ishte përfshirë dhe po hetohet dhe po gjykohet, shqiptarët kanë interes, duan të dinë a ka vepër penale, a ka korrupsion të mirëfill të kryer nga zoti Veliaj, dhe këtë gjykata besoj shpejt do ta trajtoj. Pjesa tjetër e zonës Balluku që pati një ndryshim nga zoti Veliaj në qasjen e kryeministrit ishte fakti që zona Balluku mbrojt më hapur nga kryeministri dhe prap dhe aty prokuroria e posaçme ka arritur të deportojë në të gjitha pasuritë dhe mënyrën se si ka shtuar pasuritë zona Balluku dhe si ka dhënë tendrat shtetëror dhe si është marrë me gjitha aferën shtetërore. Kështu që të dyja bashkë, këto dy çështje të rëndësishme, zoti Veliaj dhe zona Balluku, me mbarimin ose me gjykimin në gjykatën e posaçme, gjykatën e shkallës parë, besoj do t'i jepet një mesazh qytetarit nëse lufta e prokurorisë posaçme dhe e gjykatës posaçme është reale. A mendoni se SPAK është realisht i pavarur apo ndikohet nga politika dhe institucionet e tjera? Unë mendoj që jo vetëm prokuroria posaçme, po çdo pushtet ose çdo institucion i gjykatës, i pushteti gjyqësor është në trystinë e politikës, që do të thotë nuk ka institucion i cili nuk ka presion dhe prokuroria posaçme nuk fshihet ose nuk përjashtohet nga ky rast. Përveç presionit që ka nga politika, unë mendoj që politika ka bërë çmos dhe vitet e fundit, kryesisht pushteti, që me forma nga më ndryshme, qoftë deri në kufizimet e buxheteve, të arrijë të ndikojë mbi prokurorinë e posaçme dhe gjykatën e posaçme. A ja ka dalë apo jo? Mendoj që nuk ja ka dalë, ka akoma pavarësi brenda prokurorisë posaçme, vetë çështjet që ne përmendëm dhe çështjet që ajo ka çuar në gjykatë apo po heton tregojnë që aty ka prokurorë të pavarur, të cilët duan të bëjnë drejtësi dhe vetë madhësia e çështjeve që ata kanë ndjekur tregojnë që aty ka prokuror me integritet. A do të arrijnë ta mbajnë? Unë them që me mbështetjen e ndërkombëtarëve mundet të arrijnë ta mbajnë për një kohë të gjatë dhe të luftojnë për aq sa mundet bëj vetëm prokuroria posaçme këtë detyrë. Pastaj mund të flasim një temë tjetër, por kemi edhe gjykatën normale dhe prokurorinë normale, e cila nuk është aty ku duhet dhe kuptohet që presioni i politikës është shumë i madh aty dhe e mban atë gjendje që është sot. Në rastet e Zvërnecit dhe Sazanit, a mendoni se opozita bëri sa duhet për të mbrojtur interesin publik? Besoj gjithë shqiptarët, jo vetëm për opozitën, por për gjithë klasën politike, sot kanë një rezervë. Opozita ka pasur betejë dhe ka betejë të mëdha, të cilat i kanë ndjekur, qoftë në prokurorinë e posaçme, qoftë me betejë në parlament, me betejë ligjore, qoftë me betejë tjera publike, ku ka treguar që ka qenë arrestuar me qytetarët kryesisht, por jo vetëm për Zvërnecin, unë mendoj që edhe për kauza të tjera të natyrës dhe zhvillimit, opozita ka bërë pak, duhet bënte më tepër, sepse zonat mbrojtura si Zvërneci, po edhe zonat tjera të Shqipërisë, të cilat kanë pasur të njëjtin fat si Zvërneci, janë pasuri kombëtare, nuk duhet të ishin pazaret politikës, nuk mundet të diskutohet se kush është investitori, kush s'është investitori, por duhet ishte e kundërta, duhet të merrej para interesi i qytetarëve dhe më pas të shikojë interesi tjetër ekonomik. Pra kemi një interes të natyrës që është më i madh, një pasuri kombëtare të zonave të cilat
trashëgohen ndër breza dhe më pas të shikojmë kush është investitori. Në këtë moment pastaj kushdo që është investitor ka hapësira dhe mundësi nëpër Shqipëri që të investojë dhe të bashkohet dhe ose ta mbështesë dhe opozita në këtë fakt. Kështu që unë mendoj për këto rastet e fundit që dhe qytetarët janë ngritur në protestë dhe kanë shprehur pakanësitë e tyre, roli i opozitës ka qenë minimal. Flitet gjithnjë më shumë për lidhjet mes politikës, biznesit dhe krimit. A është ky një perceptim apo një realitet që tashmë është konsoliduar? Nëse flasim për krimin dhe politikën, duke përfshirë këtu dhe biznesin, shohim që është e pamundur që ti të diskutosh për politikë dhe mos të shohësh të përfshirë ose të përzier grupe kriminale. Kemi parë problematika me zgjedhjet dhe kanë dalë nga përgjime dhe nga hetimet e dosjeve të prokurorisë që njerëz të caktuar, të lidhur dhe me krimin organizuar, kanë ndikuar në zgjedhje. Dhe pse kanë ndikuar në zgjedhje? Kush ka qenë arsye? Arsyeja ka qenë që të marrin pushtet ose të japin pushtet dikujt, një politikani, në mënyrë që të përfitojnë mbrapa. Dhe këtu lidhja është e qartë, lidhja është e pastër për atë që do të shohë dhe mënyra se si pastaj kalojmë në disa biznesmen të cilët dalin nga hiçi dhe investojnë shuma të mëdha parash, pa pasur asnjë background ekonomik në Shqipëri, kjo tregon një lidhje tjetër që prap krimi organizuar ose një pjesë e krimit organizuar nëpërmjet investimeve ka arritur të deportojë dhe në politikë, apo nëpërmjet parave të pista, kryesisht trafiku drogës, ka arritur të deportojë në politikë dhe me lehtësirat e politikës më pas ka filluar të pastrojë paratë e tij. Dhe kjo është treguar nga dosjet e prokurorisë posaçme. Pra këtë nuk e them unë. E thon dosjet që prokuroria ka hetuar. Ska encrociati është një element tjetër ku biznesmenët flisin për ose krimi organizuar fliste për investime të caktuara. Dhe në këtë moment lidhja është shumë e qartë. Kush ja faciliton futjen e këtyre individëve në biznese në Shqipëri, ja ka facilituar politika dhe politika mban përgjegjësi për këtë situatë. Prandaj është e rëndësishëm roli i prokurorisë posaçme. Atëherë SPAK ka goditur grupe kriminale dhe ka sekuestruar pasuri të konsiderueshme. Megjithatë, ndërtimet luksoze dhe investimet të dyshimta vazhdojnë. A fitohet realisht betejë kundër pastrimit të parave? Është një betejë e vështirë, besoj është betejë gjatë, nuk është një betejë që fitohet shpejt, mund të jetë vetëm një pjesore fitimi, pra nuk mund të kemi një fitim maksimal ose një fitim të pastër plot ndaj pastrimit parave dhe luftës ndaj krimit dhe investimeve të tyre në ekonomi. Normalisht këtë që diskutuam, facilitetin që politika i krijon e ka konsoliduar se interesat janë të tyre, janë të politikës dhe ata normalisht nuk kanë nuk duan të lëshojnë në këtë fushë. Pra ata nuk duan që të luftohet kjo lloj ekonomie informale e futur në Shqipëri. Dhe me këtë situatë shohim që edhe fitoret e prokurorisë posaçme janë pjesore, nuk janë të plota. Pra dhe megjithëse prokuroria ka arritur që të sekuestroj disa prona, kur vjen çështja e konfiskimit e faza 2 e cila shteti bëhet pronari këtyre pronave, një pjesë janë kthyer nga gjykata, pra ju është hequr sekuestrimi fillestar i prokurorisë dhe pjesa tjetër, pastaj një pjesë e vogël është marrë nga shteti në menaxhim. Por betejë unë mendoj që nuk duhet të ndaloj këtu, duhet vazhdoj, sepse edhe pse vazhdon investimi i krimit, që thash kjo është një procedurë nisur dhe para se të krijohej prokuroria posaçme, këtu duhet të insistohet në mënyrë që të kemi një lloj balancimi. A e bën vetëm prokuroria posaçme, nuk e bën dot të luftë, po nuk ka vullnet politik, e cila e ndalon futjen e krimit dhe parave të pista në ekonomi, atëherë prokuroria posaçme nuk doja dali dot e vetme që të luftojë këtë situatë. Duhet ndihmë ose duhet vullnet politik i mirëfill dhe prandaj po themi dhe po diskutojmë që ishte edhe çështje BE-s që kjo qeveri nuk e ka vullnetin në konvështrimin tim gjithmonë që të luftojë krimin organizuar, nuk e ka vullnetin që të ndaloj futjen e parave të pista në ekonominë e vendit.
A mendoni se Shqipëria ka më shumë kriminalitet sot krahasuar me vite më parë? Mendoj që kriminaliteti është sofistikuar. Këtë nuk e them unë, e thonë të gjithë ekspertët të cilët merren me studimet e këtyre rasteve. Këtu nuk flasim më për krim ordiner në Shqipëri dhe është mburur shumë herë përfaqësues të Partisë Socialiste duke thënë që në Shqipëri nuk ka krim të ulët del natën ose krim të nivelit krim të lehtë, nëse mund ta themi, pra ti mund dalësh natën lirshëm dhe nuk të pengon asnjëri ose nuk ke probleme vjedhje apo situata të tjera të vogla, por ka ndodhur diçka tjetër. Krimi ka ardhur duke u sofistikuar dhe ka arritur të krijojë grupe të cilat jo vetëm funksionojnë në Shqipëri, grupe kriminale, të dala dhe nga hetimet dhe nga dosjet e prokurisë posaçme, por grupe të cilat trafikojnë lëndë narkotike nga Amerika Latine në Europë. Dhe forma, mënyra, lënda e trafikuar dhe paraja fituar nga kjo veprimtari është shumë e madhe. Dhe çka ka ndodhur? Kjo para pastaj ka ardhur dhe është investuar në Shqipëri. Kemi parë përveç kësaj raste të vrasjeve me pagesë. Pra kemi një sër çështjes të pazbardhura, të cilat ka autor me pagesë që kanë kryer vepra penale dhe disa raste të zbardhura ku është paguar një shumë e majme ndaj personit për të ekzekutuar një person tjetër. Dhe kjo tregon që këtu përdoret paraja masivisht, kryesisht paraja e drogës, për të forcuar lidhjet e krimit brenda Shqipërisë dhe për të ekzekutuar kundërshtarin dhe për të manipuluar më pas dhe politikanin apo zyrtarin e shtetit. Kemi raste të disa dosje, jo një, ku punojës policie punonin për krimin e organizuar. Kjo do të thotë që krimi ka deportuar në çdo celul të shtetit. Dhe në fund, nëse do të kërkoja të më përgjigjesh shkurtër, a jeni optimist apo pesimist për të ardhmen e shtetit të së drejtës në Shqipëri? Unë mendoj që nëse nuk ka një vullnet politik të një klase politike e cila është klasë e pastër, e sinqert që do të bëjë një ndryshim në vend, atëherë shteti së drejtës në Shqipëri dhe pjesa e drejtësisë, cilën e kam më për zemër, mendoj që nuk do jetë atje ku duhet nëse nuk ka vullnet të mirëfillt të politikanëve. Kemi probleme sot shumë të mëdha me pushtetin gjyqësor, me administrimin e pushtetit gjyqësor, kemi një stok dosjesh shumë të madh. Prokuria posaçme është e kufizuar në fuqinë e saj për të luftuar krimin e organizuar. Gjykatat nuk janë atje ku duhet, qoftë gjykata posaçme, qoftë gjykatat e jurisdiksionit përgjithshëm, dhe kjo gjë duhet të sistemohet. Integriteti i gjyqtarëve dhe prokurorëve nuk është në lartësinë e duhur dhe kjo kërkon një politik apo një diskutim shumë të gjerë se si do ta bëjmë shtetin së drejtës. Dhe pyetja e fundit që lidhet edhe me pyetjen e parë që u bë, a parafrohemi me Bashkimin Evropian me standardet apo jo? Jemi të gatshëm që me këtë drejtësi që kemi, me këtë shtet të së drejtës të ngjasojmë dhe të afrohemi në Bashkimin Evropian? Unë them që jo, sot nuk jemi. A mund bëhemi? Duhet një angazhim shumë i madh nga e gjithë klasa politike që të arrijmë në një nivel të paktën të pranueshëm të standardit Bashkimit Evropian. Ndryshe do jemi pastaj në kaos dhe nëse s'kemi drejtësi, atëherë nuk kemi asgjë, po flasim për të gjitha të tjerat të cilat nuk vlen nëse nuk kemi shtet të së drejtës. Zotëri, të falenderoj, ishte kënaqësi. Kënaqësia ime.